Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni i Venecias kërkon nga Maqedonia e Veriut ndryshimin e kushtetutës për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit publik. Sipas rekomandimeve thuhet se ndryshimi duhet të kufizojë të drejtën e rizgjedhjes së tij dhe se prokurori publik duhet të zgjidhet dhe shkarkohet me shumicë të kualifikuar në kuvend. Duke patur parasysh rëndësinë e këtyre çështjeve për autonominë dhe pavarësinë relative të prokurorisë publike, Komisioni i Venecias rekomandon në kontekstin e reformës së ardhshme kushtetuese që kushtetuta të ndryshohet edhe në këto pika, thuhet në dokument. Lidhur me projekt ligjin për Këshillin e Prokurorit Publik, mes të tjerave opinioni rekomandon rishikimin e kozgjatjes së përvojës personale të gjithë anëtarëve, për zgjedhje të bazuar në merita, si dhe përfaqësim të larmishëm. Maqedonia e Veriut duhet të bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të vazhduar rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, është thirrja e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me udhëheqësit Maqedonas në Shkup të mërkurën në mbrëmje. Von der Leyen shkruan se Bashkimi Evropian e mbështet plotësisht rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit. Mund të mbështeteni tek ne, hapi i tjetër dhe i vetëm para fillimit të negociatave është i qartë. Ju duhet të bëni ndryshimin e dakortëzuar kushtetues. Topi është në fushën tuaj. Bashkimi Evropian është gati, shkroi von der Leyen. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski përshëndet deklaratën kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për hapjen e 2 fabrikave të inteligjencës, njëra në Maqedoninë e Veriut dhe tjetra në Serbi. Miskovski tha se qeveria vazhdimisht ka punuar për realizimin e këtij projekti. Rreth 5 milionë euro bashkëfinancim, praktikisht ekspertët tanë, studentët tanë dhe profesionistët do të mund të shfrytëzojnë dhe përthithin burimet të BE-s. Dhe është mirë që presidentja von der Leyen e paralajmëroi këtë sepse bëhet fjalë për 2 projekte, njërin e ka fituar Maqedonia ndërsa tjetrin e ka fituar Serbia, tha mes të tjerash Istra Miskovski. Ndër të tjera e nënvizoi se deri më sot vendi ka shfrytzuar përvoja dhe burimet e vendeve fshinje. Tani do të ketë qendrën e tij që do të merret me inteligjencën artificiale. Mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut duket se ishin shkak për shmangjen e konferencave për shtyp të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zyra e shtypit e BE-s sqaroi se arsyeja për mosmbajtjen e konferencës për media në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut ishin zgjedhjet që janë në proces ose pritet të mbahen së shpejti, sipas praktikës së zakonshme, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Paula Pino për mediat në Kosovë. Slovakia qëndron për krah Maqedonisë së Veriut në procesin integrues. Kjo është porosia e presidentit slovak Peter Pellegrini gjatë vizitës zyrtare në Shkup. Në këtë vizitë ajo u prit nga presidentja Gordana Silenovska-Davkova. Pellegrini kritikoi Bashkimin Evropian rreth bllokimit të rrugës së eurointegruese të Maqedonisë së Veriut. BE rrezikon me këtë proces. Ne si Slovaki jemi në anën tuaj dhe ju mbështesim në të gjitha mënyrat e mundshme sepse besojmë që ardhmëria e Bashkimit Evropian është e zgjerimi, ndërsa pjesë e gjithë asaj është e siguria sidomos në këtë rajon, deklaroi presidenti slovak Peter Pellegrini. Ndërsa kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Silenovska-Davkova ritheksoi qëndrimin zyrtar të vendit që procesi integrues të bazohet në merita dhe të mos lejohet të krijohet vakum politik për të ndikuar shtete të tjera. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.